Tirana do të mikpres samitin e ardhshëm të NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Mark Rutte konfirmoi në konferencën përmbyllëse të samitit të Ankaras vendimin e marrë në takimin e anëtarëve të NATO-s vitin e shkuar në Hag për të mbledhur në kryeqytetin shqiptar, por ende nuk është vendosur për periudhën se kur do të mbahet takimi. Samiti i radhës do të mbahet në Shqipëri. Ky është një vendim i marrë në samitin e Hagës, por sigurisht ne ende duhet të vendosim se kur do të jetë koha që do të mbahet. Vetëm pak minuta pas deklaratës së Rutte dhe kryeministri Edi Rama e rikonfirmoi vendimin në krah të gjithë delegacionit që shoqëronte në Ankara, pjesë e të cilit ishte dhe task forca e ngritur për organizimin e samitit të NATO-s në Tiranë. Po si thanë, nuk do bëhet samiti në Shqipëri? Kështu thanë, po ka ikur ajo kohë kur bëj çfarë të donin të tjerët me Shqipërinë. Tani Shqipëria bën atë që thotë dhe thot atë që bën, kështu që samiti i ardhshëm do jetë në Por nuk e la me kaq, Rama e shprehu krenarin për mbajtjen e samitit të NATO-s në Tiranë për herë të parë pas antarësimit në 2009 në një tjetër postim që shoqëroi me një foto ku përqafohej me sekretarin e përgjithshëm të Aleancës. Ai momenti i krenarisë kur të bëhet zemra mal pasi kalojnë vite me shumë punë e durim të madh dhe vjen dita kur e pa imagjinueshmja bëhet e mundur, i thua sekretarit përgjithshëm të NATO-s, shihemi në Shqipëri për samitin e ardhshëm. Javën e fundit disa nga mediat më prestigjioze ndërkombëtare kishin vendosur në dyshim mbajtjen e samitit të NATO-s në Tiranë. Disa prej tyre raportuan se arsyet lidheshin me mos përmbushjen e buxhetit të mbrojtjes nga ana e Shqipërisë dhe disa të tjera për shkak se brenda Aleancës po diskutohet që samitet të mos jenë më të përvitshme, por të mbahen një herë në 2 vjet. Me sa duket vendimin sekretari i përgjithshëm ja komunikoi kryeministrit dhe në takimin kokë më kokë që zhvilluan përpara samitit. Ditën e njëjtë kryeministri Rama ka të parashikuar një takim dhe me presidentin turk Erdogan.